Mireta, duke ditur që ditët e fundit opinioni publik është rënditur nga rasti i Arjanit Slamnikut, ku sipas raportimeve po pretenduohet se trajtonte fëmijët me autizëm duke ju dhënë barna për kafshë. Si shihni ju këtë rast? Nëse ndalim edhe e mendojmë se si njerëzit mund të përfitojnë nga një kategori mjaft e ndjeshme, qysh janë prindërit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta ose edhe me autizëm, natyrisht që është një shkelje jo vetëm e ligjit, por është një shkelje e çdo rregulle morale dhe individuale që një person mund ta ketë. Sepse ne e dimë që prindërit në ditët e sotme e bëjnë më të mirën të mundshme për fëmin. E mos flasim kur jemi duke pretenduar prindërit të cilët kanë fëmijë me nevoja të veçanta ose kanë fëmijë me autizëm, ku autizmi në kohët e fundit është një temë aq tabu, saqë çdo prind kur fëmiu lindi ka dyshimet e veta derisa ai rritet në moshën 2-3 vjeç. Çdo sjellje i atribon mos ka sjellje të autizmit, për shkak që është autizmi qaq tabu në vendin tonë, duke mos e ditur saktësisht se çfarë është. Mendoj që edhe mungesa e informacioneve të prindërve dhe të masës në përgjithësi në vendin tonë e bën që t'i besojmë personave të cilët thjesht nuk kanë ndonjë dëshmi profesionale që mund të trajtojnë, e mos themi sikur tek rasti i fundit që thuhet shërimi i autizmit. Nuk ekziston në botë një shërim i autizmit, sepse autizmi asnjëherë nuk është konsideru e as nuk vazhdon mu konsideru sëmundje. Përderisa nuk është sëmundje, ne nuk mund t'i atribuojmë me fjalën shërim. Mirëpo, prapse prindërit që ndrojnë brapa asaj që ekziston një shpresë dikun që thjesht fëmiu mund të lirohet prej simptomave të autizmit. Mirëpo, kjo është e pavërtet dhe mendoj që edhe ne si profesionalist e kemi një barë te vetja jonë që nuk i informojmë më shumë prindërit në çfarëdo mënyre që i kemi të mundshme, qoftë përmes rrjeteve sociale, qoftë përmes mediave, qoftë përmes kampanjave të ndryshme, qoftë përmes broshurave të ndryshme, t'i tregojmë saktë se çka është autizmi dhe cila është forma e duhur e trajtimit.